Kjo vëllezër është argument dhe delil dhe hujje që Allahu juve ju shikon dhe robërit e tij i shikon në veprat e tyre, jo në fizionomitë e tyre. Allahu i shikon robërit e tyre në zemrat e tyre. Faktor tjetër që ndihmon njeriu të jetojë i rahatshëm dhe i qetë është se njeriu duhet ta pranojë veten e vet pa kushte. Njeriu duhet ta pranojë vetveten e vet pa kushte. Dikush mund të thotë dhe ta parashtron pyetjen, si ka mundësi ta pranoj veten time pa kushte? Po vëllazër, ne e dimi se njeriu ndonjëherë ndihet inferior. E dimi se njeriu ndonjëherë ndihet i ngushtuar me gjendjen e tij financiare, ndoshta fizike, materiale. Ndonjëherë njeriu i parashtron disa pyetje në vetveten e vet duke thënë, pse Allahu mua më bëri shumë të gjatë? Pse Allahu mua më la më të shkurt? Pse Allahu mua nuk më bëri sy kaltër? Pse Allahu mua nuk më bëri sy zi? Pse Allahu mollzat nuk më bëri kështu? Pse Allahu nuk më krijoi kështu? Pse Allahu nuk më bëri më të bukur se ai? Pyetje të ndryshme. Të dashur vëllazër, a nuk e kemi lexuar në ajetin kuranor ku Allahu thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim? A se kemi krijuar ne njeriu në formën më të mirë? Ne po thot Allahu, ty të kemi krijuar në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të përsosur, fi ahsani taqwim, formën më të bukur, formën më të mirë. Çfarë do të thot i dashur vëlla formën më të mirë? Kjo i bie se ti je më i mirë se tjerë. S'do të thotë që ty Allahu Azza wa Jall tani ndoshta nuk të ka dhënë më shumë bukuri se ti tek dikush tjetër. Mirë po ti duhesh të pajtohesh me veten tënde, me ata të cilën Allahu ty ta ka dhënë. Dhe dije se Allahu ty nuk të shikon në fizionominë tënde, as në pamjen tënde. Si shta pejgamberi alayhis salam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Allahu juve nuk ju shikon në pamjet e juaja, në fizionomitë e juaja, wala fi amwalikum, as në pasuritë e juaja. Po çka? Allahu juve ju shikon, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Juve Allahu ju shikon në zemrat e juve dhe në veprat e juve. O vëllezër, e dimi në rastin kur disa sahabi, shok pejgamberit alayhis salam, ishin duke qeshur me këmbët e holla të Abdullah ibn Mas'udit. Kush ishte Abdullah ibn Mas'udi? Një prej shokëve të dalluar pejgamberit alayhis salam. Mirë po ishte i holl. Disa shokë pejgamberit alayhis salam po qeshin me këmbët e holla të Abdullah ibn Mas'udit. Pejgamberi alayhis salam po thot, a me këmbët e holla të Abdullah ibn Mas'udit po qeshnja? Pejgamberi alayhis salam betohet dhe thot, pasha Allahun, ku të këmbë të holla të Abdullah ibn Mas'udit në ditën e gjykimit do të peshojnë para Allahut Azza wa Jall më shumë se sa kodra e Hudit. Allahu Akbar. Kjo vëllezër është argument dhe delil dhe hujje që Allahu juve ju shikon dhe robërit e tij i shikon në veprat e tyre, jo në fizionomitë e tyre. Allahu i shikon robërit e tyre në zemrat e tyre.